përshëndes të nderuar shikues nga studio lajmeve në Blu Televizion. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka përfunduar votimin për zgjedhjen e nënkryetarëve, krerët e sekretariateve e Komisionit të Apelimit. Flamur Noka është rikonfirmuar sekretari i përgjithshëm. Në orët e para të mëngjesit të së njëjtës, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka përfunduar votimin për zgjedhjen e nënkryetarëve, krerët e sekretarive dhe Komisionit të Apelimit. Flamur Noka ka marrë shumicën e votave të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, duke siguruar një tjetër mandat 4 vjeçar si numri 2 i kësaj partie. Rivali i tij, deputeti Sajmir Koreshi, ka marrë vetëm 84 vota. Sa i përket garës në sekretariate, Kleviz Balliu është zgjedhur sekretar organizativ, Andi Mustafaj, sekretar për burimet njerëzore dhe Ylli Aslani, sekretar për pushtetin vendor. Agron Gjekmarka dhe Gazment Bardhi do të vijojnë të jenë nënkryetar të Partisë Demokratike, ndërsa Belind Kolliçi ka mundur Luciano Boçin me një diferencë prej 64 votash. Partia Demokratike ka vendosur bojkotimin e seancave plenare, por sipas qytetarëve vlonjat, ndjekës të rregull të zhvillimeve politike në vend, ky është një vendim i gabuar pasi bojkotimi i seancave plenare sipas tyre favorizon pushtetin. Partia Demokratike ka vendosur bojkotimin e seancave plenare, por sipas qytetarëve vlonjat, ndjekës të rregull të zhvillimeve politike në vend, ky është një vendim i gabuar. Vlonjatët shprehen se parlamenti është vendi ku opozita është më e fortë, të debatojë, të shpalos hallet e qytetarëve, si edhe të kundërshtojë projekt vendimet e gabuara. Bojkotimi i seancave plenare sipas tyre favorizon pushtetin. Vlonjatët komentojnë edhe zgjedhjet brenda partisë, duke thënë se emërtimi në postë drejtuese i figurave të vjetra politike nuk sjell asgjë të re. Në Partinë Demokratike sipas tyre duhen të rinj, intelektual dhe të formuar. Pyetja politike, unë do të më kaq. Unë kam pas një lidhje të hershme me avokat në Komitetit Evropian që në net të ishin. Në orgje Kosovar. Dhe Sali Berisha më ka arrestuar në 95-ën, më ka mbajt 40 orë në burg. Shiko se çfarë i thoshte Sali Berisha. O Sali Berisha thotë. Që pyetur për mua se kush jam unë thotë. Shko për terroristin dhe financierin Helmut Kohl. Për ta përmbysur atë sistem të parë, dhe Gjermania perndimore me krye Helmut Kohlin, në ato kanë shpenzuar 5 miliard dollar. Sali Berisha është i rekrutuar që në vitin 1979 nga UDB Jugoslave. Dhe 2 vëllezrit, Partia Demokratike 1 dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike është parti naziste, ndërsa Partia Socialiste parti fashiste. Nuk kam bje. Shiko, Sali Berisha po vetë 84 vjeç. Edhe vi problemi, a i gjota le politike me, a i po mban peng Shqipëri. Nuk be PD-ja, PD-ja nuk është parti më. është parti reaksionare. Nuk është parti e popullit. Ashtë PS-ja. Ba më nga mua. Duhet opozit. Këta që po janë rritur në protest, duhet të ngrihen e të rrëzojnë që të dy. Që të dy janë për në burg. Do bënte mirë që edhe seancët i blokon po edhe Saliu të ikë të ndeja. Edhe Saliu të ikë. Të dyja gjërat. Nuk janë seanca plenare, ato janë kot. Ai ka 3 mandate dhe bën çfarë do qefi. Kush i pyet ata? Po kush i pyet ata ora, kush i pyet? Kush ata janë të dy bashkore. Janë të dy bashkë mos e diskutohet punë. Ato janë rreth kryetarit u mbë çudior ç'a bën, ç'a flisë diskutoni. Do më ishme atë Flamur Noka se më e bër verem më e bër. Po çfarë është ai më Flamur Noka? Ora minutë Flamur Noka. Di ç'a bëri atje ai në atë ku bën atë fal. Me atë demonstrat ta se miting. E vajti atje te ka i gazi që kur helmon me gaz. Të dy palët, të rinj. Rinia, ja ju që jeni kështu të rinj. Atje do të opozit. Atje po krijohet opozit. Edhe e re. Ta nuk janë morë. Nuk janë. Ora po çmendë more. Ora po unë kam qenë me Saliun. Me Saliun. Që kur u krijua, që kur morëm atë të parit. E deri më sot po ngel me Salinë me Edin, me të gjithë njerëzit, me terren. Ka unë me Renin, o do më fitoj Renin o s'ka. Negativ sepse në parlament bëhet debati. Duke larguar s'ka debat. S'ka kundërshime të njeneve gjëra të natyrës që mund të vendos qeveri. Ka vendimarrje më të fryqme. Po dihet Inshallah i ferrat mendjes Partia Demokratike të largojnë në radhë para Sali Berishën në kreu. Pastaj gjithë kastën e tjerë. Shumë pozitiv. Po shumë pozitiv, po të thrasë mendjes që të largojnë Sali Berishën. Sjell diktaturë brenda partisë. Po duhet. Ka brez të rinj shumë të mirë, shumë përgatitur.
shumë më të përgatitur se ata që janë në krye. Sali Berisha ka coptuar opozitën, nuk ka opozitë. Dhe ai vetë se bën. Por ka edhe nga ata të cilët e kanë humbur shpresën nga politika, shohin jetën personale dhe nuk duan t'ia dinë apo të komentojnë për zhvillime politike. Jo, falenderoj. Nuk merrem me këto gjëra se Shqipëria është fatkeqe dhe fatkeqe do vazhdoj, nuk e di se do vazhdoj akoma. Nuk kuptoj shumë sepse unë jam fshatar dhe jam pa tokë. Më vjen keq, por nuk kuptoj, nuk marr vesh nga këto gjëra. Unë di këtë gjë që Shqipëria është fatkeqe. Popull fatkeq, s'ke çfarë i them. Ne presim vetëm nga Zoti dhe Zoti do ndërhyjë së shpejti. Dhe do të bëj atë që duhet bërë. Bojkotimi i seancave plenare si edhe zgjedhjet për brenda partisë për funksionarët janë dy prej zhvillimeve më të fundit dhe të rëndësishme të ndodhura në Partinë Demokratike. Qëllimi është një opozitë më e fortë, por pritet të shihet se sa kjo gjë do të arrihet. Temperaturat e verës shtohet numri vizitave si në qendrën komunitare të shëndetit mendor, ashtu edhe i rasteve të shtrimeve në spitalin psikiatrik Ali Mihali. Por sipas specialistëve, shkaku jo vetëm për temperaturat, por edhe konsumimi i alkoolit dhe përdorimi i substancave narkotike. Me rritjen e temperaturave gjatë stinës së verës, vjetre shtimi numrit të vizitave si në qendrën komunitare të shëndetit mendor, ashtu dhe i rasteve të shtrimeve në spitalin psikiatrik Ali Mihali. Aktualisht në Vlorë shërbimet e shëndetit mendor ofrohen nga këto dy struktura. Mjeku Stiliano Lepuri konfirmon se gjatë kësaj periudhe është shënuar një rritje e rasteve që paraqiten për ndihmë. Sipas tij, pjesa më e madhe janë pacient kronik të njohur më parë me problematika të shëndetit mendor. Në varësi të gjendjes së tyre vendoset nëse do të marrin trajtim ambulator apo do të shtrohen në spital. Siç e dim, në qytetin ton janë dy struktura që ofrojnë shërbime për shëndetin mendor. Është struktura me shteret që është Spitali Psikiatrik Ali Mihali dhe struktura që ofron shërbim ambulator që është Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor në Vlorë. Ashtu si çdo vit, edhe si vjet kur vjen vera, ne shohim një rritje të shtimit të vizitave që kemi, si në anën ambulatore këtu në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor, ashtu edhe shtrimet në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali. Por kemi marrë masat nga drejtoria e spitalit për një shërbim 24 orë në 7 në spital dhe në Qendrën Komunitare pjesën e paradites dhe në mbasdites. Jemi të plotësuar me staf mjekësor. Në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor operojnë 3 mjek psikiatrë. Gjithashtu dhe në spitalin psikiatrik nuk ka mungesa në staf mjekësor. Kështu që si çdo vit, edhe këtë behar ne jemi të përgatitur për shtimin e fluksit të punës. Pjesën dërmuese të vizitave ose të shtrimeve e përbëjnë ata persona që janë të sëmur kronik, do me thënë që janë njohur më para me problematikën, vojnë nga këto lloj çrregullimesh dhe marrin mjekim, por her pas here nga neglizhenca e mjekimit ose për arsye të ndryshme, detyrohen që të vinë të kërkojnë ndihmë në qendrën komunitare dhe nëse ne në qendrën komunitare e vlerësojmë se ose si të themi i shterojmë të gjitha mundësitë ambulatore për të shërbyer një personi dhe për të mos ta rekomanduar për shtrim në spital, ja bëjmë këtu të gjitha, do me thënë, i plotësojmë gjitha problematikat që ka. Ndërsa, nëse e shikojmë se me ndjekje ambulatore nuk ecën rikuperimi i këtij personi, i bëjmë fletën e shtrimit për në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali. Mjeku Stiliano Lepuri bën me dije se në qendrën komunitare të shëndetit mendor regjistrohen mesatarisht 20 deri në 25 vizita në ditë. Problematikat më të shpeshta lidhen me përdorimin e alkoolit dhe substancave narkotike, të cilat ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes mendore të pacientëve. Ndërkohë në mesin e personave që kërkojnë asistencë nuk mungojnë dhe shtetas të huaj. Po, pikërisht janë problematika kryesore që hasen në këtë periudhë. Biles do të shtoja edhe diçka që jo vetëm të shtetasve shqiptar, por edhe të shtetasve të huaj që vinë dhe kërkojnë ndihmë në strukturat tona. Dhe shumica më e madhe e këtyre personave që vinë kërkojnë ndihmë, do të thosha se i ka ardhur çrregullimi nga përdorimi i alkoolit apo i substancave tjera siç mund të jenë lëndët narkotike. Me saktësi të madhe unë nuk mund t'ja u them dot, por mund të them se
për vizitë që vinë, që kanë kontrollet rutinë apo ndjekje në rutinë që bëhet këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor, shifra varion mesatarisht e 20-25 vizita në ditë. Por këto vizita nuk janë për shtrime, sepse mjeku në bashkëpunim me pacientin lën një plan të caktuar të ndjekjes së problemit dhe në këtë plan të caktuar janë edhe vizitat periodike që rekomandohen që pacienti duhet i bëj. Pra do të thosha që ky fluks kaq i madh vizitash është për i kontrole shumica, për shtrime është përqindja shumë e vogël. Rritja e temperaturave mbetet një nga faktorët kryesorë që ndikon në shtimin e numrit të vizitave në qendrën komunitare të shëndetit mendor. Megjithatë, specialistët theksojnë se një rol të rëndësishëm në përkeqësimin e gjendjes së pacientëve luajnë dhe konsumimi i alkoolit dhe përdorimi i substancave narkotike. Në lagje periferike të Vlorës, prej vitesh mungojnë investimet, banorët të lagjes 24 maj ankohen për infrastrukturën e munguar rrugore, si dhe mungesën e ndriçimit rrugor, ndërsa thonë se janë lodhur nga premtimet e shumta që nuk përmbushen asnjëherë. Lagja 24 maj prej vitesh ndodhet në të njëjtin realitet, atë të një bloku banimi pa kushte bazike për jetesë. Rruga e amortizuar që përshkon lagjen mes për mes është kthyer në problemin kryesor të banorëve të zonës, të cilët tregojnë se çdo ditë i duhet të kalojnë në segmentin gjithë gropa. Banorët thonë se nuk gjejnë qetësi pasi në behar i mbyt pluhuri, ndërsa në dimër balta. Një problem tjetër për ta është edhe mungesa e ndriçimit rrugor. Ndriçimi mungon duke zhytur gjatë natës bllokun e banimit tek ish stacioni i trenit të Mallrave, në errësirë totale me banorët që nuk guxojnë të dalin nga banesa në mbrëmje. Ata që prej vitesh jetojnë në këtë bllok banimi kërkojnë zgjidhje të problemeve, ndërsa thonë se janë lodhur nga premtimet e shumta që nuk përmbushen asnjëherë. Çfarë bëhet kjo nëna? E shqyë makinën me bidona, ja bidona të jeshil jam plot me ujë. Çfarë bëjmë? Edhe rruga. Dhe rruga bi. Hidrovorit punoj. Se ato taksat i duan këta, po. Këta e kam ush vetun. Kosha nuk ka. Kosha nuk ka, i shpjete ushqimorja nëna. E çfarë zgjidhet? Çfarë zgjidhet? Ti thuaj ti çfarë zgjidhet. Po e harruar, nga tërë krat, jo nga bashkia, po nga tërë krat. Çfarë bëjmë? Nuk e kështu ka qenë. Si që e shek ka qenë. Pse do të shpatës? Ka probleme pa hira. Uj, vjen me rar, herë vjen, herë s'vjen. Rruga ja që shikoni. Po në dimër, po të punoj hidrovori nuk mbete. Po të mos punoj hidrovori, të tërëmisht do mbeten. Investime në duar, po, kur të kujtojt qëtet. Jo e harruar, po, fare e harruar. Qete kazani me turinave. Uj, po, me zira vjen. Kam 25 vite. Qasin gjithë është bërë, po rrugë themi sa e asë gjë. Ja, si e stop-sopas. Gjane i paguem tre me gjithë brime, me taksa, me gjithë gjë. Ta një vje, po, ndimër, ka qenë për pare 4-5 vite që është që unë bëtu nga ujë. Se do mos mrapa kanali atje që kemi një mrapa është pa pastrua fare, vetëm një u pastrua. Tëra, taksat, do i gjithë kishen. Kemi, kë kanal, kemi mrapa shpisa ndej, a i është pa pastrua fare, për vëtë e zezë. Vetëm njërë fare që është pastrua, njërë tjetër me, vetëm njërë, ma me më. Lagje qyteti, jemi ne për gjoja kotë, lagje qyteti kotë asin gjoja. Pagojmë taksa gjithë bërime, pagojmë, çdo gjë. Ti gjëre sa do bëhet bi kudim ne, s'e dim. Në shumë lagje periferike të qytetit të Vlorës prej vitesh mungojnë investimet. Infrastruktura e munguar rrugore, mungesa e ndriçimit rrugor jo funksional, janë disa nga problemet që shqetësojnë më tepër banorët. Periferia e qytetit ndryshon shumë nga qendra apo zona bregdetare, në të cilat është investuar. Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka ndëshkuar me pezullim dhe gjob 5 subjekte biznesi për ndotje mjedisore të shkaktuar prej tyre në zonën e Dërmiut, pjesë e Bashkisë Himar. Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ndëshkoi me pezullim dhe gjob 5 subjekte biznesi për ndotje mjedisore të shkaktuar prej tyre në zonën e Dërmiut, pjesë e Bashkisë Himar. Marrë shkas dhe nga denoncimet e qytetarve, Drejtoria e Inspektimit të Mjedisit dhe Ujrave pranë IKMT-s inspektoi zonat ku ushtrohet aktiviteti i franksionimit ndarjes së inerteve të gurit. Për shkak të mos respektimit të kushteve të përsektuara në lejen e lëshuar nga autoritetet mjedisore, kompanit Gjoka Construction, Gjikuria, Ankor Beton, Eral Construction Company dhe Beton Express 2018 u ndëshkuan me gjob dhe pezullim.
Marë në konsiderat mbarvajtjen e sezonit turistik, IKMT gjen rastin të ubëjthirje veçanërisht të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtari në vijën bregdetare, të tregojnë vëmendje të shtuar në respektimin e detyrimeve ligjore për mjedisin. IKMT mbetet e vendosur të mos tolerojë dhe do të ndëshkojë çdo rast shkelje ligjore në fushën e ndërtimit, mjedisit dhe pyjeve. Më pak se një muaj pas shkrirjes së bordit të transparencës, çmimet e karburanteve në tregun vendas kanë shënuar një rritje të ndjeshme, duke jashtë reflektuar edhe në Vlorë, ku nafta tregtohet me çmimin 198 lek për litër, ndërsa benzina me vlerën 189 lek. Rritje ka pësuar edhe çmimi i gazit. Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme dhe tensionit në ngushticën e Ormuzit, kanë shtrintuar çmimin e karburantëve në bursë dhe për pasojë rritja e çmimit është reflektuar në Vlorë brenda pak orësh. Pikat e shitjes së karburanteve kanë rritur menjëherë çmimin sapo kanë parë njoftimin se nafta dhe benzina kanë pësuar rritje. Në Vlorë nafta tregtohet me çmimin 198 lek për litër, ndërsa benzina me vlerë 189 lek. Rritje ka pësuar dhe çmimi i gazit që tregtohet për 69 lek për litër. Vlen të theksohet fakti që pas shkrirjes së bordit të transparencës, çmimet nuk janë më të unifikuara, duke bërë që në disa pika të shpërndarjes së karburantit të jenë edhe më të larta. Sa po rriten çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare në Vlorë, në pikat e karburantit, shpërndarjes së hidrokarbureve, çmimi rritet në moment, duke u reflektuar negativisht te drejtuesit e automjeteve. Por çuditërisht nuk ndodhe e njëjta gjë në Vlorë, kur çmimet e naftës bien në bursa. Nëse çmimet bien në Vlorë, nuk ka asnjë reflektim, ndërsa për ironi të fatit, kur ato rriten, menjëherë brenda orësh, në Vlorë çmimi reflekton. Kur çmimet në bursën e hidrokarbureve ulen, ky reduktim i çmimit nuk reflektohet në Vlorë me të njëjtën shpejtësi. Administratorët e pikave të shpërndarjes i ulin çmimet atëherë kur janë të detyruar nga bordi i transparencës, në minutat e fundit të afatit, ose kur nuk kanë detyrime i ulin sa më vonë të munden. Ndërsa kur çmimet rriten, ato reflektohen menjëherë brenda orës në Vlorë. Pavarësisht se pikat e shpërndarjes së karburanteve marrin furnizime mujore me depozita nëntoksore të mbushura me naftë dhe benzinë, çmimet ndryshojnë sa herë që ka rritje, megjithse naftën, benzinën dhe gazin e kanë vlerë më lirë. Këto pika i rrisin çmimet brenda ditës, duke përfituar nga lajmet që në bursë çmimi është në rritje. Krejt e kundërta ndodh kur çmimet ulen, kur karburantet në qytet nuk ulin çmimin në pretendimin që kanë vlerë më shtrenjtë naftën, benzinën dhe gazin rezervë. Kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së kontrolleve. Kontrolli për çmimin e hidrokarbureve në Vlorë mungon, duke e lënë konkurrencën të lirë me pikat e shpërndarjes, të cilat mund të vendosin çmimin sa të duan. Madje ka një unitet të heshtur mes tyre ku nuk mund të gjesh asnjë pikë karburanti që tregton naftën në vlerën e 198 lekëve për litër, apo benzinën në vlerën e 189 lekëve për litër. Një i paraburgosur në institucionin e paraburgimit të Vlorës ka mbërritur pa shenja jete në spital. Sipas policisë, 54 vjeçari nga Maqedonia dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Një 54 vjeçar ka ndëruar jetë në ndërmimet mërkurës në paraburgimin e Vlorës. 54 vjeçari ka shfaqur probleme shëndetësore dhe fillimisht para infarkt, ndërsa u dërguar me shpejtësi drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore, por aty ka përshuar sërish një tjetër goditje në zemër, duke ndëruar edhe jetë. 54 vjeçari vuante dënimin për lënë narkotike, ndërsa ishte nga Maqedonia, teksa tashmë kanë nisur edhe hetimet për këtë ngjarje, pavarësisht se nga institucionet ishte dhënë ndihma e menjëhershme për të bërë të mundur mbajtjen e jetës së tij. Ndërkohë, për sa i përket të 54 vjeçarit, mësohet se ai vonte edhe nga probleme të tjera të shëndetit, kryesisht nga epilepsia, çka mund t'i ketë shkaktuar edhe goditje në zemër, që solli më pas edhe humbjen e jetës. Një 54 vjeçar ka ndruar jetë mbrëmjen e së mërkurës në paraburgimin e Vlorës pasi ka pësuar një gjendje të rënduar shëndetësore gjatë kohës që ndodhej në ambientet e institucionit. Sipas informacionit, shtetasi nga Maqedonia, i cili prej disa kohësh vuante dënimin në paraburgimin e Vlorës, është ndier keq teksa po kryente aktivitet fizik. Menjëherë pas shfaqjes së problemeve shëndetësore, personeli i institucionit i ka dhënë ndihmën e parë dhe ka njoftuar shërbimin e urgjencës. 54 vjeçari është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku sipas burimeve
Ai kishte pësuar një arrest kardiak në paraburgim dhe pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme ka ndruar jetë në vend. Burimet bëjnë me dije se shtetasi nga Maqedonia vuante edhe nga probleme të tjera shëndetësore, të cilat dyshohet se mund të kenë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së tij. Trupi pa jetë është dërguar për ekspertizë mjekoligjore, e cila do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes. Ndërkohë, autoritetet kompetente kanë nisur veprimet procedurale dhe po hetojnë të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për të sqaruar detajet e rastit. Një aksion kundër trafikut të armëve nga policia e Sarandës ka çuar në arrestimin e 31 vjeçarit nga Tirana. Bana ju kap nga blut në tunelin e Skërficës, teksa udhëtonte me automjetin e tij, ku u gjetën 4 pistoleta, të cilat dyshohet se do ja shiste një grupi kriminal në Sarandë. Finalizohet si rezultati një hetimi me metoda speciale operacioni i koduar mekanizmi. Transportonte 4 pistolete, kapet në tunelin e Skërficës dhe vihet në pranga 31 vjeçari me precedent në fushën e narkotikëve. Nga hetimi dyshohet se armët janë trafikuar në pjesë dhe janë montuar në Shqipëri për t'i shitur një grupi kriminal në Sarandë. Sekwestrohen armët e zjarrit dhe automjeti që drejtonte ai arrestuari, në dyshemenë të cilit ishin fshehur armët. Shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë si rezultat e një hetimi me metoda speciale kryen në drejtimin e prokurorisë me qëllim identifikimin dhe ndalimin e shtetasëve, të cilët individualisht ose në grup përbëjnë rrezik për kryerjen e ngjarjeve kriminale dhe për sigurinë e qytetarëve, finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Njësisë së Sigurisë Publike, Njësia Fier dhe me shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, operacionin e koduar mekanizmi. Si rezultat i operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasi me iniciale KB, 31 vjeç, banues në Tiranë. Shërbimet e policisë kanë mbajtur në vëzhgim automjetin që drejtonte 31 vjeçari dhe në tunelin e Skërficës kanë kryer ndalimin e tij. Nga kontrollet në automjet u gjetën të fshehura në dysheme 4 armë zjarri, pistoleta, që dyshohet se janë trafikuar në Shqipëri në pjesë dhe janë montuar më pas me qëllim shitjen ndaj një grupi kriminal në Sarandë. Hetimi vijon me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasëve të tjerë të përfshirë në këtë rast. Materialet i referuan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore. Policia e Fierit në kontrolle me pajisje inteligjente për këmbësorët që nuk përdorin mbikalimet, por kalojnë përmes autostradës duke u bërë kështu edhe një burim aksidenti dhe duke rrezikuar jetën e tyre. Sipas policisë, për kalimtarët kundravajtës janë vendosur gjoba 1000 lekë. Në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore, si dhe të rritjes së parametrave të sigurisë në rrugë, Policia Rrugore Fier ka vijuar kontrolle dhe monitorimin e akseve rrugore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, kryesisht për sjelljen e këmbësorëve në rrugët interurbane kryesore në raport me normat e sjelljes për këtë kategori përdorues të rrugës. Kontrollet kanë si qëllim jo vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore, por dhe sensibilizimin e këmbësorëve për rëndësinë etike që ka përdorimi në nënkalimeve dhe mbikalimeve në këto kategori rrugësh, të cilat për shkak të karakteristikave teknike dhe shpejtësisë së lejuar në rast aksidentesh rrugore mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e këmbësorëve. Policia Rrugore Fier do të vijojë kontrollet dhe vendosjen e masave administrative ndaj të gjithë këmbësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe apelon për më shumë kujdes nga këmbësorët, si dhe të përdorin mbikalimet dhe vendkalimet e dedikuara për kalimin e rrugës. Disa sekonda të kursyera nuk vlen sa jeta dhe siguria juaj. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është përgjegjësi e përbashkët dhe kontribon drejt për së drejti në parandalimin e aksidenteve rrugore. Siguria në rrugë fillon nga secili prej nesh. Gazetat dhe botimet e periudhës 1950-1990 janë bërë pjesë e një ekspozite të veçantë të çelur nga Biblioteka Apostol Meksi në ambientet e Muzeut të Luftës së Ftohtë në Gjirokastër. Disa nga titujt e botimeve të shtypit të shkruar në vitet 1950-1990 janë pjesë e ekspozitës së çelur në ambientet e Muzeut të Luftës së Ftohtë në Gjirokastër. Kjo ekspozitë është sa e veçantë, por dhe e rëndësishme, pasi risjell edhe një herë pjesë të historisë që pavarësisht tematikave apo propagandës së kohës kanë gjallur kuriozitet tek vizitorët, kryesisht atyre të huaj që njihen me materiale të botuara gjatë sistemit komunist. Sipas koordinatores së këtij muzeu Albana Ismaili, habia më e madhe të huaj është për jehonën që u dha ndaj shkatrimit të kulteve fetare, aksioneve vullnetare, mobilizimit ushtarak e deri tek censura dhe dënimet ndaj artistëve shfaqjeve apo festivaleve që ishin në kundërshtim me ideologjinë e sistemit totalitar. Nga data 10 e këtij muaji deri në datën 20,
është planifikuar që të hapet një ekspozit në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit dhe të vetë tunelit, me tituj gazetash nga vitet 50 deri në vitet 90. Brenda këtyre kornizave ku janë dhe gazetat, janë pasqyruar evente të veçanta të asaj periudhe, duke nisur nga rindërtimi i Shqipërisë pas luftës së dytë botërore, duke nisur nga manifestacionet për ditën e punëtorëve, ka informacione rreth festivalit të këngës, festivali 11 i këngës ose si quhet festivali i ndaluar i atyre viteve, dhe situata e tensionuar e vështirë në vitet e fundit të diktaturës në Shqipëri që solli dhe hapjen drejt ndryshimeve në Shqipëri. Gjatë këtyre ditëve të para që është hapur ekspozita, vizitorët janë kureshtar të dinë më tepër dhe ndihma e madhe e guidave udhërrëfyese të tunelit i ndihmojnë në përkthimet e materialeve që të bëjnë më tepër lidhjen e periudhës me situatën. Këtu brenda është vendi i përshtatshëm për të hapur këtë ekspozit. Gjithashtu ne kemi bërë dhe bashkëpunime të tjera me bibliotekën, për të vetmen arsye sepse të gjitha materialet i përkasin periudhës së luftës ose edhe pas luftës gjatë sistemit diktatorial dhe populli ose vizitorët e huaj duhet të njohin fare mirë vështirësitë që ka kaluar populli shqiptar gjatë diktaturës dhe kjo pasqyrohet më së miri nga informacionet e titujt e gazetave të aso kohe, por edhe informacionet që japin vetë guidat gjatë vizitës për vizitorët në tunel. Çuditja më e madhe ose çudia më e madhe për ta është vetë mënyra se si ka qenë ky popull i izoluar për shumë vite pas luftës gjatë sistemit të diktaturës në Shqipëri. Dhe u bën më tepër përshtypje mobilizimi që pati vetë rinia shqiptare ose puna vullnetare që u bën atë kohë për rindërtimin e hekurudhave, banesave të jetesës së njerëzve, por gjithashtu edhe përshtypje të veçantë u bëjnë edhe stërvitjet ushtarake që kanë bërë rinia në atë kohë dhe jo vetëm rinia, sepse ne u flasim pak a shumë edhe për stërvitjet e zboreve që bënin në atë kohë, prindrit tanë. Duke qenë se vetë qyteti është një qytet që kultivon turizmin historik, këto tituj gazeta është të ruajtura me fanatizëm nga fondi bibliotekës dhe reklamohen buku në ambientet e Agjencisë së Trashëgimisë Kulturore, kanë vlera të veçanta sepse vizitorët janë të interesuar për pjesën historike të qytetit, dhe jo vetëm të qytetit, por të gjithë Shqipërisë në periudhën post-komuniste ose dhe gjatë vetë komunizmit. Kanë interes të veçantë çdo titull i pasqyruar në këtë ekspozit. Tuneli luftës së ftohtë është ndërtuar në vitet 70 dhe ishte parashikuar si një vend strehim për byron politike vendore, si dhe shtabin drejtues të luftës në qoftë se do të kishte një të tillë. Sot ky muze është një nga më të vizituarit në Gjirokastër, ndërsa Agjencia e Trashëgimisë Kulturore vijon të sjellë risi sa i takon promovimit të vlerave historike të tij. Një vëmendje e veçantë po i kushtohet kompletimit të këtij muzeu me sende apo objekte që i përkasin periudhës para viteve 90, të cilat për fat të keq në vitin 1990 u shkatruan dhe u grabitën, duke lënë pas një boshllëk në historinë që ofrohen në ambientet e këtij qytet tuneli që shtrihet poshtë kaldrëmit të pazarit karakteristik të qytetit të Gurtë. Shqipëria përjeton sot një nga ditët më të nxehta të vitit me temperatura që pritet të arrijnë deri në 41 gradë Celsius. Është ky paralajmërimi meteorologëve. Sipas tyre, edhe 2 ditët në vijim do të jenë më të nxehta të vitit 2026, me temperatura ekstreme në pothuajse të gjithë territorin. Shqipëria përjeton sot një nga ditët më të nxehta të vitit, me temperatura që pritet të arrijnë deri në 41 gradë Celsius. Këtë paralajmërojnë meteorologët. Sipas tyre, dita e sotme dhe ajo e nesërme do të jenë më të nxehta të e vitit 2026, me temperatura ekstreme në pothuajse gjithë territorin. Nga sot dhe nesër presim ditët më të nxehta të 2026-s deri në këto momente që ne flasim dhe mund të ketë edhe ditë më të nxehta nga fillimi i gushtit, po kaq nxehtë sa këto ditë. Megjithëse sot presim një maksimum 41 gradë Celsius, 31 maksimumi më i ulët sot në zonat e thella malore në juglindje të vendit. Pjesa tjetër e zonës malore mjaft e nxehtë dhe zonat perëndimore 38 deri në 40 gradë Celsius, shprehen meteorologët.
Ata theksojnë se vlerat maksimale do të luhaten nga 31 gradë Celsius në zonat më të thella malore deri në 41 gradë në Elbasan, Berat dhe në zonën e Koplikut, ndërsa Tirana, Fieri dhe Gjirokastra do të regjistrojnë rreth 40 gradë. Meteorologët paralajmërojnë gjithashtu se na pret një treditor mjaft i nxehtë. Në fakt, kjo është ditë e parë që shënon 40 deri në 41 gradë. Presim dhe nesër dhe 2-3 ditë të tjera mjaft të nxehta dhe rritje temperaturash më tej në vlerat minimale të mëngjesit. Na pret një treditor nga dita e sotme dhe të paktën deri të premten do të jemi në vlera ekstremisht të larta, shprehen ata. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.